Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Me emrin e Allahut, atë falenderojmë. Paqja, mëshira, mirësi dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin dhe dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi çdo besimtar që e ndjek dhe pason rrugën e tij deri në ditën e fundit. Dhe dalluesi më i qartë, më i sakt i atij që e ndjek rrugën e tij është ai që beson të njëjtin besim që ka pas profeti alayhi salatu wassalam. Dhe lutim Allahun që të na jap sukses, t'ia qellojmë asaj që themi në besim, kur flasim çështjet e besimit, të akides. Allahu na dhon sukses që të themi të njëjtën gjë që e ka besu profeti alayhi salatu wassalam dhe shokët e tij. Vazhdojmë pikërisht në mësimin e akides, në përmbledhjen të cilën e ka shkruajtur ose ka përmbledh Imam Tahawi, Allahu mëshiroft, jemi pikërisht në fjalën e tij ku thot: "Wa naqul inna Allah ittakhadha Ibrahima khalila wa kallama Musa taklima imanan wa tasdiqan wa taslima." Dhe themi, thot Allahu mëshiroft, se Allahu e ka marr Ibrahimin khalil dhe i ka folur Musait me të folur, domethënë teklima, si shka ardhë në ajet, edhe këtë gjë pra e themi me besim, me pohim ose vërtetim dhe me nënshtrim, jemi të nënshtruar në këtë besim. Kjo fjalë, prej fjalës së Imam Tahawit, përmbledh dy çështje. Pra sikur se shikohet se Allahu subhanahu wa taala e ka marr Ibrahimin khalil, edhe do të vim çfarë do të thotë khalil, dhe çfarë nuk kupton kjo fjalë, dhe se Allahu Jalla fi ula i ka fol Musait alayhis salam pra teklima, pra në gjuhën arabe do të thotë pra i ka fol, dhe nuk nën kupton diçka tjetër por se i ka fol me fjalë. Këto dy çështje që ka thonë autori, këtu ka diçka që domethënë përfshin dhe përmbledh gjëra që lidhen me cilësitë veprore të Allahut subhanahu wa taala, por se gjëra që lidhen gjithashtu me kapitullin e pejgamberllëkut, profecive, ose profecisë. Edhe ne kemi përmend më përpara se Allahu subhanahu wa taala i ka fol Musait dhe kemi përmend kapitullin që kemi shtjelluar çështjen e të folurit të Allahut dhe çështjen se Allahu subhanahu wa taala këto profet, më thënë, disa prej profetëve i ka dallu Ibrahimin, më thënë, e ka dallu, e ka veçuar me këtë veçori. Pra janë disa gjëra që i kemi përmend, mirë po në ato që kemi përmend me lehtë Allahut subhanahu wa taala mund të shtojmë çështje tjera, domethënë që i veçojmë te kjo fjalë e autorit. Te kjo fjalë e autorit, pikërisht te fjala e parë, themi pra se Allahu subhanahu wa taala e ka marr Ibrahimin khalil. Këtu vetëm te kjo fjalë mund të përfshijmë diku 6 çështje. Çështja e parë, pa sigur se e përmenda, se kjo fjalë përfshin çështje që lidhen me besimin e cilësive të Allahut Jalla fi ula, cilësitë veprore, dhe që lidhen me kapitullin e profecisë pra. Ajo që lidhet me çështjet profecisë ose profetëve është se Ibrahimi alayhis salam
sikur se e shikojmë në fjalën e autorit, Allahu subhanahu wa taala e ka veçuar me këtë mirësi të madhe që e ka bërë Ibrahimin Khalilin e tij. Fjala Khalil është grada më e lartë e dashurisë. Edhe këtu pohohet se Allahu subhanahu wa taala e do Ibrahimin alayhis salam shumë. Për argumenteve thot Allahu: "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahima khalila wattakhadha Allahu Ibrahima khalila." Kush është ai i cili është në fe më të mirë se sa ai i cili e ka nënshtruar veten e tij për Allahun subhanahu wa taala, edhe është vepër mirë, edhe ka ndjekur rrugën ose fenë e Ibrahimit. Khalil thot, e quajnë Allahu Khalil tu, edhe e thekson prap wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, dhe Allahu e ka marrë Ibrahimin Khalil. Pra Khalil, sigur se i kanë thënë një përkthim i dashmi i Allahut, që Allahu e don Ibrahimin alayhis salam shumë. Po ka ardhur gjithashtu në dy sahihet, Buhariu dhe Muslimi, në hadithin që flet për ndërmjetësimin, se kur njerëzit do të shkojnë tek Ademi alayhis salam, edhe ai do arsyetohet. Thot ma boni halal, pra nuk jam unë. Edhe i drejton, shkoni thot tek Ibrahimi, aleikum bi Ibrahim fa innahu Khalilur Rahman. Shkoni tek Ibrahimi sepse ai është Khalili, i dashmi i të gjithë mëshirshmit. Në një transmetim tjetër, Khalilullah. Që Ibrahimi alayhis salam, Allahu e ka veçuar me këtë mirësi të madhe, me këtë gradë të lartë, që Allahu xhalla fi ula e don, edhe te kjo veçori nuk ka në një profet tjetër me sa dimne që të ketë të njëjtën mirësi si Ibrahimi alayhis salam përveç profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këta të dy e kanë këtë lloj mirësie të madhe që Allahu xhalla fi ula i ka përmend dhe i ka veçuar. Çështja e dytë, pikërisht te fjala khulla në gjuhën arabe është dashuria e pastër dhe më e lartë, pra grada më e lartë e dashurisë. Pra sigur se kanë thonë el khalilu, pra khalili në gjuhën arabe është ai i cili ti e do dhe nuk ka në dashurinë që ke për të ndonjë mangësi, por se është dashuri e plot. Atëherë Allahu subhanahu wa taala e ka dash profetin e tij dhe e don profetin e tij Ibrahimin alayhis salam dhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam me dashuri të madhe, me dashuri të pastër, me dashuri të plot. Pra, kur Allahu thot ittakhadha Allahu Ibrahima khalila, pasi Allahu e ka dash shumë. Çështja e tretë, fakti se Allahu e ka marrë Ibrahimin Khalil, sikur se thot, kjo tregon për cilësinë e Allahut subhanahu wa taala. Tregon për cilësinë e Allahut subhanahu wa taala, pra cilësia e dashurisë, se Allahu don, Allahu do. Ka gjëra që Allahu i don dhe i pëlqen, edhe dashuria është më gjithëpërfshirëse se sa khulle, që është gradë më e lartë e dashurisë. Edhe në moment që ne pohojmë dhe vërtetojmë atë që është më specifike, me do e mos do vërtetohet edhe ai që është më i gjerë. Shembull, mbase nuk është i qartë. Kur një person është besimtar, pak a shumë ai shembulli musliman, pra Islami dhe besimi. Në moment që ne pohojmë që një person është besimtar, a e pohojmë që është musliman?
Padyshim, se në moment që kemi vërtetuar atë që është më specifike, domosdoshmërisht do vërtetohet dhe ajo që është më e gjerë. Duke qenë se dashuria është një kuptim më i gjerë, atëherë duke qenë, domethënë se dashuria është kuptim më i gjerë, përdesa pohuam atë që është më specifike, pohohet edhe vërtetohet edhe ajo që është pra në kuptim më të gjerë. Ndërsa argumentet që flasin, argumente specifike që flasin për këtë cilësi të Allahut, pra për se Allahu don, ka argumente, domethënë që janë të pakontestueshme nga Kurani dhe nga Suneti. Sikur se thot Allahu Jalla fi ula, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allahu thot do të sjellë një popull që i do dhe e duan atë. Ka ardhur pikërisht me fjalën hub, pra që është dashuri, pra në gjuhën arabe kjo është fjala hub, është për dashuri, yuhibbuhum yuhibbuna. Allahu i do dhe ato e duan Allahun. Pra kjo në vetvete është e qartë. Sigur se Allahu e përmend se ai i don vepërmirët, se ai i don të devotshmit, dhe në Kur'an ke shumë dhe këto. Se ai i don ato që pendohen dhe se Allahu i don ato që pastrohen. Të gjitha këto i keni lexuar në Kur'an. Të gjitha janë përmend. Gjithashtu në Sahihun e Imam Muslimit ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'mini ad-da'if. Besimtari i fortë është më i mirë edhe më i dashur tek Allahu se sa besimtari i dobët. Pra tregon që Allahu Jalla fi ula e don këtë besimtar që është i fortë dhe është më i dashur tek Allahu se sa besimtari i dobët. Në moment që mediton për argumentet cilat lidhen me dashurinë e Allahut Jalla fi ula, ke për ta pa se Allahu don shumë gjëra. Allahu don vepra. Argumentet tregojnë që Allahu don vepra, Allahu don individ, Allahu don cilësi, Allahu don kohë, Allahu don vende. Të gjitha edhe gjëra të tjera janë përfshirë të gjitha në argumentet kur flasim për këtë cilësi të Allahut, përfshihen të gjitha këto gjërat. Dhe gjëja më e madhe e cila lidhet me dashurinë, me këtë cilësi të Allahut subhanahu wa taala, është dashuria e Allahut subhanahu wa taala për veten e tij, për cilësitë e tij, dhe çfarë lidhet me këto, domethënë. Për emrat e tij, sikur se thot profeti sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allahu është i bukur e don gjën e bukur. Pra kjo është një që tregon, domethënë tërthore, se Allahu e don këtë cilësi me të cilën është cilësuar dhe vetë. Thot Tirmidhiu, pra transmeton Imam Tirmidhiu, pra se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, në duan pra që bëhet në Ramazan, fa'fu anni, o Allah, ti e falës, e don faljen, e don këtë cilësi, pra më fal mua. Thot Ibn Qayyimi në një prej librave të tij, فإذا كانت هذه محبته لصفاته التي تقوم بذاته فكيف بمحبته لذاته. Në moment që Allahu i don këto cilësi, të cilat janë cilësi dhe atribute që ndodhen tek qenia e tij, tek vetja e tij, atëherë si mund të jetë thot dashuria e tij Jalla fi ula për veten e tij. Atëherë ne besojmë se Allahu subhanahu wa taala don shumë gjëra. Sikur se në kanë i përmendëm pra dhe në kanë treguar argumentet. Dhe nga çështjet të cilat kanë bënë me dashurinë e Allahu Jalla fi ula, është se ehli suneti e xhamati besojnë
se kjo cilësi e Allahut është cilësi veprore. Kjo cilësi e Allahut është cilësi veprore. Dhe se Allahu subhanahu wa ta'ala diçka e don pra në momentet saktuara. Si cilësitë e tjera veprore që Allahu flet atëherë kur do, Allahu furnizon atëherë kur do, edhe kjo është cilësi veprore Allahu subhanahu wa ta'ala dhe argumenti është pikërisht tek fjala wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, dhe Allahu e mori Ibrahimin khalil. Pra tregon që kjo cilësi padyshim që është prej gjërave që Allahu cilësohet dhe është pjesë e tij, mirë po në aspektin e veprimit ajo është veprore. Në moment që Allahu deshi e bëri, ja dha Ibrahimit alayhis salam këtë lloj grade. Çështja e katërt, duhet kemi parasysh që për sa i përket cilësisë së Allahut, pra kësaj cilësie që po flasim, cilësia e dashurisë, duhet të kujdesemi dhe të jemi të kujdesshëm për dy gjëra. E para, të qëndrojmë argumenteve që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet dhe mos të tejkalojmë asgjë që ka ardhur në Kur'an dhe në Sunet. Pra, kur argumentet na tregojnë për këtë lloj cilësie, atëherë ne pohojmë dhe pohojmë dy kuptime të tjera të dashurisë që kanë ardhur po në Kur'an dhe në Sunet. Pra sikur se është el-khulle që tham, edhe është el-wud. Fjala wud është dashuria e pastër. Pra kanë ardhur në Kur'an, Allah, domethënë kanë ardhur këto tre lloj kuptimesh. El-hub, el-wud, el-khulle. Këto janë tre lloj grad të dashurisë. Dhe el-wud në gjuhën arabe është dashuria e pastër. El-khulle është dashuria, grada më e lartë e dashurisë. Kjo është për sa i përket që ne i qëndrojmë argumenteve dhe çka na ka ardhur në Kur'an dhe Sunet dhe nuk themi gjëra të tjera. E dyta është duhet jemi të kujdesshëm në edukatën tonë për sa i përket kësaj cilësie të Allahut. Çfarë do të thotë kjo? Dietarët e gjuhës ose në gjuhën arabe po themi kanë përmend diku 7 lloje të dashurisë. Mirë, po këto llojet e tjera nuk i përshtaten edhe nuk është, domethënë, e hishme dhe nuk është, përveç se nuk ka argument, po nuk mund t'ia pohojmë Allahut subhanahu wa taala nga të dy anët. Qoftë Allahu drejt krijesave apo qoftë krijesa drejt Allahut. Pra sikur se është fjala ishq që ka ardhur. Kjo fjalë ishq, kjo nënkupton dashurinë, po zakonisht përdoret për pra dashuri, po themi më çështje më thënë që nuk mund përmendet për Allahun subhanahu wa taala. Pa u zgjat më shumë, ne pohojmë për Allahun xhelle fiula këto tre lloj edhe këto tre grada dhe këto tre kuptime të dashurisë që na kanë ardhur në Kur'an dhe në Sunet. Edhe të tjera çka janë kuptime të tjera gjuhësore, themi nuk i shkojnë Allahut edhe nuk i përshtaten madhështisë së tij këto kuptimet e tjera përveç këtyre tre kuptimeve që na kanë ardhur në Kur'an dhe në Sunet. Për sa i përket llojit të dytë, se nuk përmendëm argument, wa huwa al-ghafurul wadud. Dhe Allahu është falës dhe wadud. Wadud është i dashur, pra që i don krijesat, i don njerëzit. Çështja e pestë, për sa i përket dashurisë së Allahut xhelle fi ula, njerëzit janë ndarë në tre kategori. Të parët janë ehli sunneti dhe xhamati, madje janë, domethënë, është besimi që kanë qenë të gjithë profetët e Allahut bashkë me pasuesit e tyre. Ehli sunneti dhe xhamati komplet besojnë se Allahu subhanahu wa taala
sikur se don edhe duhet. Argumenti është ajo që tham, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Pra, Allahu i do edhe ato e duan Allahun xhelle fi ula. Kategoria e dytë janë ata të cilët e mohuan dashurinë në raport me Allahun në të dyja anët. E mohuan edhe që Allahu don dhe e mohuan edhe që Allahu të duhet. Pra subhanallah. Besoj kemi përmend, mirë po e ritheksojmë. Nëse ne heqim dashurinë për Allahun subhanahu wa taala, çfarë ngeli nga besimi jon? Pra, çfarë ngeli nga nënshtrimi që ne kemi për Allahun xhelle fi ula? Pra, grada më e lartë e besimit është kur robi nënshtrohet Allahut subhanahu me dashuri, me respekt, me frikë. Do të thonë, nëse ti heq dashurinë, nëse ti heq këtë ndjenjë që ka njeriu për Zotin e tij, këtë mall që ka, ku shkoi, do të thonë, nënshtrimi, ku shkoi besimi për Allahun xhelle fi ula? Pa nuk ka dyshim që ky është një lloj medhhebi dhe ky është një lloj grupacioni që kanë mangësi të madhe në këtë çështje. E megjithatë ka prej njerëzve domethënë që e ka thonë, pra, nga xehmijet, mu'tezilet edhe disa prej esharive. Grupi i tretë janë ata të cilët e pohuan dashurinë për Allahun xhelle fi ula vetëm në një aspekt. E pohuan që Allahu duhet, mirë po e mohojnë që Allahu të doj. Allahu dhe nuk do. Gjithë çështja e tyre është se këtë lloj dyshimi ato e patën për shkak të përngjasimit. Pra nuk dua të zgjatem shumë se kemi përmend, mirë po gjithë devijimi i tyre lidhet thjesht me faktin se e përngjasuan Allahun subhanahu wa taala me krijesat. E duke qenë që e përngjasuan Allahun subhanahu wa taala me krijesat, atëherë filluan, domethënë me disa interpretime, jo po dashuria është animi i zemrës edhe i bi, apo atëherë zemra, domethënë Allahu s'ka zemër e kënjane. Filluan me kështu lloj interpretimesh. Normal ehli suneti i ka kthy përgjigje. Unë nuk do ta zgjatem, po thjesht me që përmenda si shembull, prej përgjigjeve shumë e thjeshtë. Kur u ngjit profeti sallallahu alaihi wasallam te mali i Uhudit, filloi të dridhej. Ose kur tha profeti sallallahu alaihi wasallam për malin e Uhudit, ne e duam atë dhe ai na don ne. Foli për një mal. Ku e ka zemrën mali, domethënë. Megjithatë, profeti sallallahu alaihi wasallam e përmeni këtë lloj cilësie për malin. Pra të gjitha këto lloj interpretimesh, jo po dashuria, zemër, janë interpretime që nuk ka argument. Ne sikur se tham qëndrojmë në atë që ka përmend Allahu në Kur'an dhe profeti sallallahu alaihi wasallam hadith. Duke ju përmbajt moralit dhe edukatës e duke mos të i kalu, thënë, kufit që na janë lejuar. Çështja e 6. Disa prej xehmijeve dhe mu'tezilëve pretendojnë se fjala e Allahut wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, kjo fjala khalil këtu nuk kupton do të thotë varfëri ose nevojë për Allahun xhelle fi ula. Pra e bën kuptimin që Allahu subhanahu wa taala e ka marrë Ibrahimin si robin e tij të varfër dhe nevojtar. Kjo nuk ka dyshim që është interpretim jo i sakt, për vetë faktin se nuk ka argument. Përveç kësaj, ku është dallimi këtu për Ibrahimin alayhis salam? Ku është veçoria me cilën veçohet këtu Ibrahimi alayhis salam? Të gjithë robërit janë të varfër dhe nevojtar për Allahun xhelle fi ula. Pra me çfarë lavdëron, me çfarë, domethënë, e lavdëron edhe po themi e dallon Allahu subhanahu wa taala këtu Ibrahimin.
Pra po e lem këtu duke thënë që nuk ka argument. Kanë ardhur me një argument gjuhësor, me një poezi, e megjithatë ehli suneti ja kanë kthy përgjigjen, do të thonë që nuk dua zgjatëm se është interpretim, është debat gjuhësor më shumë se sa është pjesë që na intereson, po themi shkurtimisht nuk ka argument. Se ne kemi nga Kurani, kemi dhe nga hadithi, do të thonë që të gjithë do ta dinë dhe do ta veçojnë, do të veçohet, pra, si i thot Ademi, shkoni te Ibrahimi sepse ai është Khalilur Rahman. Pra të gjitha interpretimet që ato japin nuk kanë asnjë argument. Përmendim dhe një çështje të fundit që lidhet me këtë fjalë, me fjalën e autorit, pra se Allahu e ka marrë Ibrahimin Khalil, është se sikur se Allahu Jelle fi Ula e ka marrë Ibrahimin Khalil, pra të dashmin e tij, pra që e don fort Allahu Jelle fi Ula, ashtu e ka marrë edhe profetin sallallahu alaihi wasallam. Edhe argumenti e ka thonë vetë profeti sallallahu alaihi wasallam hadith, transmeton Imam Muslimi nga Gjundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna Allah ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila. Allahu ka marrë mua Khalil sikur se ka marrë dhe Ibrahimin Khalil. Atëherë kjo lloj grade e dashurisë për Allah, kjo lloj grade e dashurisë që Allahu subhanahu wa taala e ka veçuar për këto dy të dërguar, për Ibrahimin alayhis salam dhe për profetin Muhammed, të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka veçuar me këtë lloj mirësie të madhe dhe nuk dim që të ketë pejgamber ose të dërguar tjetër që Allahu ta ketë veçuar me këtë lloj grade të dashurisë. E duhet dim gjithashtu se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë dashuri që Allahu i ka për këto dy të dërguar, padyshim profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gëzon një grad më të lartë se sa Ibrahimi alayhis salam, edhe kjo është diçka që nuk ka, domethënë, kundërshtim, nuk ka kundërshtim tek ehli suneti, nuk ka kundërshtim tek muslimanët. Se grada e profetit sallallahu alaihi wasallam është më e lartë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, sikur se përmend Imam Buhariu nga Ebi Said al-Khudriu, ka thënë: "Law kuntu muttakhidhan khalilan ghayra rabbi lattakhadhtu Aba Bakr." Ky hadith pohon se sikur se Allahu Jelle fi Ula e ka dash profetin sallallahu alaihi wasallam me këtë grad të madhe, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam e ka dash Allahun subhanahu wa taala me këtë grad të madhe të dashurisë, pra khulla. Edhe kjo është një lloj grade tek njerëzit e cila nuk pranon përzierjen të. Pra në moment që e don dikë me këtë lloj dashurie, khulla, pra kjo grada më e lartë e dashurisë, nuk mund të ketë dikush tjetër që pra të marrë pjesë në këtë lloj dashurie. Se profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Law kuntu muttakhidhan khalilan", nëse unë do të kisha marrë dikë tjetër Khalil, nëse do kisha dash dikë tjetër me këtë lloj dashurie, kisha për të dash Abu Bekrin. E profeti sallallahu alaihi wasallam dihet që ka dash shumë gjëra. Pra ka dash Abu Bekrin, ka dash Aishën, ka dash gjëra të ndryshme. E megjithatë nuk në këtë lloj dashurie që e përmend profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka përfshirë asgjë tjetër vetëm se Zotin e tij, pra Allahun Jelle fi Ula. Sikur se e tha, pra: "Law kuntu muttakhidhan khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin khalilan, walakin sahibukum Khalilullah." Nëse unë do të merja dikë për Khalil, kisha për të marrë Abu Bekrin, mirë po shoku juaj, pra thot, shoku juaj është Khalili i Allahut, pra i dashmi i Allahut Jelle fi Ula. Pra ky hadith tregon se kjo lloj dashurie
vërtetohet dhe pohohet për Allahun subhanahu wa taala nga të dy anët. Pra, edhe Allahu për profetin sallallahu alaihi wasallam, mirë po edhe profeti sallallahu alaihi wasallam për Allahun. Dhe ai që nënkupton pra që njeriu ta doj Allahun subhanahu wa taala me këtë lloj grade, nënkupton që njeriu ka arrit një, po themi, një nënshtrim të plot dhe një dashuri të plot dhe një adhurim, do të thonë, robëri të plot për Allahun xhelle fi ula. Ndërsa dashuria e Allahut për robën e tij atëherë tregon se Allahu subhanahu wa taala është i mjaftueshëm për të, pra e udhëzon, e drejton, e ruan të gjitha këto kuptime, domethënë që lidhen në aspektin sa i përket, domethënë, Allahut dhe robit. Vazhdojmë të fjala tjetër e autorit ku thotë wa kellama Allahu Musa taklima. Se Allahu i ka fol Musait, pra taklima. Këtë e kemi tregu faktikisht. Është çështje që e kemi tregu, mirë po sidoqoftë shkollimisht përmendim 3 çështje. Çështja e parë, sikurse Allahu subhanahu wa taala e ka veçuar Ibrahimin alayhis salam dhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam me këtë grad, pra që Allahu i don fort aq sa nuk do asnjë krijesë tjetër përveç këtyre, pra sikur se na tregon argumentet, e ka veçuar dhe Musain alayhis salam me të folurin e tij, se Allahu Musait alayhis salam i ka fol. Fjala teklima do të thotë pa ndërmjetës, pra i ka fol drejt për drejt. Wa kellama Allahu Musa teklima. Ky është argumenti që është, domethënë, është, po themi, shigjet për këtë kapitull, për këtë çështje, që nuk kanë që t'i bëjnë ato që mohojnë se Allahu subhanahu wa taala flet. Wa kellama Allahu Musa teklima. Dhe Allahu i ka fol Musait alayhis salam pa ndërmjetës, i ka fol pra në formë të drejt për drejt. U idh nada rabbuka Musa, edhe kur Zoti jot e thiri Musain, pra kjo prap tregon se Allahu ka fol. Ja Musa, inni stafejtuka ala nasi bi risalati wa bi kelami. O Musa, unë të kam zgjedh ty ndër njerëzit me mesazhin tim dhe me fjalën time. وَإِمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Dhe kur erdhi Musa, i thot Allahu në vend takimin ton dhe i foli Zoti jot. Pra, argumenti që tregojnë në formë të prerë se Allahu subhanahu wa taala i ka fol Musait alayhis salam me fjalë të cilën Musai alayhis salam e ka dëgjuar dhe e ka kuptuar. Dhe këtë beson ehli sunneti dhe xhamati, pra që Allahu subhanahu wa taala i ka fol Musait me fjalë që ka z, pra ka shkronjë, pra fjalë që shkruhet edhe fjalë që kuptohet, pra me fjalë të qartë pa ndërmjetës. Nga argumentet gjithashtu është se Allahu i thot fastami' lima yuha, pra dëgjo atë që do të të shpallet, edhe dihet që dëgjimi nuk është vetëm se tek fjala. Kur dikush të flet, atëherë dëgjon. Dikush mund thot, pse kjo veçori për Musain alayhis salam, kur ne dim se ka njerëz të tjerë që Allahu subhanahu wa taala i ka fol. A nuk i ka fol Allahu xhelle fi ula Ademit alayhis salam? I ka fol. A nuk i ka fol profetit sallallahu alaihi wasallam natën e Isra dhe Mirajit? I ka fol. Pa ndërmjetës. Sikur se thot Allahu wa qulna ya Adam iskun anta wa zawjuka al-janna. O Adem, i tha Allahu, bano ti dhe bashkëshortja jote në xhennet. Pra i foli Allahu xhelle fi ula. Sikur se
thot transmeton Ibn Hibbani nga Ebi Umame radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pyet, a është Ademi pejgamber? Tha po, është pejgamber, pra që i ka fol Allahu. I ka fol Allahu. Atëherë, përderisa Allahu subhanahu wa taala i ka fol dhe Ademit alayhis salam dhe profetit sallallahu alaihi wasallam pa ndërmjetës, pse atëherë është veçu Musa alayhis salam me këtë lloj cilësie, me këtë lloj vlere, domethënë që Allahu ka veçu me këtë lloj veçorie? Disa prej dietarëve janë të mendimit dhe Allahu e din, pse kjo mund të jetë domethënë e sakta, që nuk dim për të tjerë që Allahu t'i ketë folë në tokë përveç Musait. Ademit alayhis salam i ka folë, domethënë, kur ka qenë në xhenet. Profetit sallallahu alaihi wasallam i ka folë natën e Isras dhe Mi'rajit, ndërsa Musait alayhis salam i ka folë në tokë. Edhe në tokë nuk dim tjetër thot përveç Musait alayhis salam. Çështja e dytë është se kjo cilësi e Allahut subhanahu wa taala është një cilësi pra e folura që argumentet për të janë të qarta dhe të prera dhe nuk ka në të domethënë dyshimin më të vogël. Pra këto argumente, edhe i kemi përmend faktikisht, arrin qindra argumente domethënë edhe nuk mund të kundërshtohet. Dhe këto argumente, përveç se arrin qindra argumente nga Kurani edhe Suneti, janë dhe shumë argumente logjike. Nga argumentet që e kemi treguar që është njëkohësisht edhe argument prej shpalljes, po është edhe argument logjik, është fjala e Allahut, pra kur qorton Benu Israilit se morën viçin duke adhuru, thot elem yarau annahu la yukallimuhum, a nuk e shohin se ai nuk i flet? Pra kjo tregon që ai i cili nuk flet, nuk është i denj për të adhuru, është i mangët. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala është i plot dhe prej përsosmërisë së tij është se ai flet edhe nuk ka mangësi. Pra ehli suneti e xhamati e besojnë pra këtë cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Edhe argumentet janë shumëta. Pra argumenteve logjike që kanë përdor është, sikur se e përmenda, që kjo cilësia të foljes është cilësi e përsosmërisë. Edhe ai i cili nuk flet, atëherë nuk është i përsosur. Argumenti i dytë, nëse Allahu nuk do të cilësohej me këtë cilësi të folurit, atëherë do të cilësohej me cilësinë tjetër që është, domethënë, jo e folura. E kjo është mangësi. E ne çdo mangësi ja mohojmë ose e pastrojmë apo ja largojmë çdo lloj mangësie Allahut xhelle fi ula. Si pasojë do të pohojmë në mënyrë të patjetërsueshme se Allahu subhanahu wa taala flet. Ehli sunneti për sa i përket kësaj cilësie të Allahut subhanahu wa taala, ndryshe nga grupet e tjera, kanë dy veçori. E para është se ehli sunneti besojnë se cilësia e të folurit është një cilësi pra që ndodhet tek Allahu subhanahu wa taala, një, e dyta edhe që Allahu flet kur don me dëshirë dhe me vullnet. Ndryshe nga grupet e tjera, të cilët prej tyre janë ata që thojnë se Allahu subhanahu wa taala flet me, domethënë, nuk është cilësi që ndodhet tek Allahu subhanahu wa taala, thojnë, e pohojnë. Mirë po flet vetëm, pra kjo pohohet kjo cilësi me vullnetin, me dëshirën e tij dhe me fuqinë e tij. Mirë po Allahu nuk flet, thënë, mirë po kur don e krijon këtë lloj të folure diku tjetër. Edhe këto janë Mu'tazilet edhe të tjerë që thanë si fjalë e tyre, ndërsa të tjerët është ato që thonë se Allahu subhanahu wa taala nuk flet me dëshirë dhe me
pra nuk ja pohojnë këtë cilësi Allahut, mirë po ja pohojnë thjesht që kjo është diçka që ndodhet tek Allahu, por në realitet Allahu thënë nuk flet. E të gjitha këto janë medhhebe, domethënë edhe ne i kemi treguar thjesht për t'i rikujtuar shkurtimisht i thash këtu, se i kemi shtjelluar në mësimet e shkuara. Edhe për ta mbyll, thot autori Allahu mëshiroft, imanen wa tasdiqan wa taslima. Pra, këto që tham, ne i besojmë me besim, me vërtetim edhe me dorëzim. E ka mbyll autori Allahu mëshiroft në formë realisht të bukur, sikurse po do të thot o ju musliman, o ehli sunnet, o ju pasuesit e sunnetit, këto çështje janë çështje, domethënë, që i përkasin besimit edhe i përkasin, domethënë, argumenteve dhe nuk mund të mohojmë apo të kthejmë në një gjë prej tyre. Ose sikurse po të thot që këto janë çështje që lidhen me besimin në Allahun dhe profetin alayhi salatu wassalam, kështu që nuk mund të jetë besimtar i plot ai i cili mohon diçka prej tyre. Ose sikurse po të thot autori Allahu mëshiroft që kjo çështje që lidhet me, domethënë, me këto cilësi të Allahut është çështje besimi dhe nuk është çështje diskutimi, që hajde të diskutojmë dhe të gjejmë diçka. Jo, është çështje besimi që kjo që na ka ardhur ne besojmë dhe nuk mund të futemi ne. Domethënë nuk na lejohet të futemi ne, mirë po ajo që Allahu na ka shpall dhe profeti sallallahu alaihi wasallam na ka shpall, na ka përcjell, ne dorëzohemi dhe ne nshtrohemi. Sigurisht po të thot gjithashtu që ata cilët kundërshtojnë dhe nuk i pohojnë këto cilësi të Allahut subhanahu wa taala, kjo është një mangësi në besimin e tyre. Kjo është një mangësi, domethënë ka mangësi në besimin e tyre. E për ta mbyll, thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, ka qenë nga njerëzit më të ditur për sa i përket, domethënë, grupacioneve të ndryshme. Thot, nëse ti thot, ti thot, nuk ke për të pa tek një person që të ketë marrë një nga gjërat apo një nga aspektet apo një nga, domethënë, gradët, po themi, të besimit të xehmijeve, pa nëse i ka depërtuar në zemër personit një nga shkallët apo gradët e besimit të xehmijeve, ke për të pa se aq sa beson për besimit tyre, aq mangësi ka për të pas në tauhidin e Allahut subhanahu wa taala dhe në besimin të. Pra këto kapitull, përveç se janë kapitull, domethënë, që lidhen, sikur se thamë, me cilësit, me edukatën, me këto, lidhen edhe me besimin. Pra, njeriu sa më shumë t'jeti nënshtruar, sa më shumë t'jeti dorëzuar atë që ka ardhur në argumentet e shpalljes, aq më i fortë do t'jetë besimi i tij, aq më i fortë do t'jetë njësimi dhe tauhidi i tij për Allahun xhalla fi ula. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.